Ajo ishte vetmja vajzë në klasën e saj të inxhinierisë, që në ditën e parë djemtë qeshin me të. Ti nuk do e dalësh kurrë, i thanë ata. Një profesor madje qeshi me ironi. Inxhinieria nuk është për vajzat. E gjithë salla qeshi. Ajo qëndroi ulur, e turpëruar, duke luftuar për të mbajtur lotët. Donte të dorëzoi, por nuk e bëri. Ajo punoi si gjithë të tjerët, dhe kur erdhi diplomimi, ajo përfundoi me notën mesatare më të lartë në gjithë klasën. Pastaj filloi betejë e vërtetë. Mbi 70 aplikime për punë, pothuajse të gjitha u refuzuan. Ti nuk përshtatesh me kulturën tonë, i thanë ata, duke nënkuptuar ajo nuk ishte një burr. Kështu ajo bëri të pabesueshme. Themeloi kompaninë e saj të inxhinierisë nga apartamenti i saj vogël duke përdorur një hua të vogël nga gjyshja e saj. Vitin e parë vetëm $12,000. Ish shokët e saj të klasës e tallen në internet. Njëri shkroi: "Disa njerëz janë të destinuar të jenë vetëm ndihmës." Ajo e kapi momentin me pamje në screenshot dhe e ngjiti në murin e saj. Vitet kaluan. 50 punojës, miliona në kontrata, 5 vjet më vonë 200 punojës, klient të famshëm dhe shpejt u bë një kompani me vlerë disa milionëshe. Ai profesori që kishte tallur dikur, departamenti i tij i kërkoi asaj të fliste si ligjëruese e ftuar. Ajo kërkoi një tarifë të madhe, ata e refuzuan dhe ajo shpërndau emailin që u bë viral. Dhe ai djali që tha se ajo nuk do ja dilte kurrë, ai aplikoi për punë në kompaninë e saj, por ajo refuzoi. Nga vajzat që e tallen, ajo u bë gruaja që ndërtoi perandorinë e saj, që nuk hoqi dorë nga ëndra e saj pavarësisht kundërshtimeve.